Mirë se vini në Yjet Flasin. Sot Yjet kanë një mesazh të veçantë për ju, ndaj qëndroni me ne deri në fund për të zbuluar çfarë ju pret. Abonohuni në kanal që të mos humbisni asnjë parashikim dhe asnjë mesazh nga Yjet. Surprizat e papritura, zbuloni 7 shenjat e horoskopit që do të buzëqeshin sot. Ka ditë kur gjithçka duket e zakonshme në pamje të parë, por brenda tyre fshihet një kthes e vogël që ndryshon humorin, mendimin dhe ritmin e orëve që vijnë. Sot është pikërisht një nga ato ditë. Në ajër ka lëvizje më të lehta, sinjale më të bukura dhe një energji që për disa shenja të horoskopit mund të sjellë buzëqeshje të papritur. Nuk po flasim domosdoshmërisht për mrekulli të mëdha, por për ato surpriza që vijnë në momentin e duhur dhe të bëjnë të thuash se diçka po lëviz mirë. Mund të jetë një mesazh, një lajm, një takim, një pagesë, një ndihmë, një afrim, ose thjesht një ndjesje e papritur qetësie që të rikthen besimin. Për 7 shenja, dita e sotme ka diçka më të butë, më të ëmbël dhe më premtuese se zakonisht. Disa do marrin një sinjal që i gëzon. Disa do ndjejnë se fati po u buzëqesh në një detaj të vogël që ka shumë peshë. Disa të tjerë do kuptojnë se lumturia nganjëherë hyn pa zhurmë, por të mbush krejt shpirtin. Dhe kur dita nis të jap arsye për të buzëqeshur, edhe energjia jote ndryshon menjëherë. Demi, për Demin, dita e sotme sjell një surprizë të vogël, por shumë të këndshme, sidomos në anën praktike të jetës. Ti je shenjë që gëzohesh kur gjërat marrin formë konkrete, dhe pikërisht aty mund të vijë buzëqeshja jote sot. Mund të vijë një lajm që lidhet me lekët, me punë, me një premtim që mbahet, ose me një situatë që papritur fillon të jap më shumë siguri. Ajo që dje të dukej e paqartë, sot mund të jap një ndjesi më të mirë. Në marrëdhënie, edhe aty ka mundësi për ngrohtësi. Një person mund të afrohet më bukur, të shkruaj, ose të jap një sinjal që të qetëson. Nuk është një ditë për tension. Është një ditë që të tregon se gjërat e mira mund të afrohen edhe pa shumë paralajmërim. Për Demin, buzëqeshja sot vjen nga fakti që diçka e vogël të rikthen besimin. Binjakët. Për binjakët, surpriza e sotme lidhet fort me komunikimin, me lajmin dhe me një zhvillim që të ndriçon menjëherë humorin. Ti je ndër shenjat që e ndjen shpejt kur dita ka diçka ndryshe, dhe sot kjo mund të duket në formën e një mesazhi, një telefonate, një përgjigjeje ose një bisede që sjell energji të mirë. Mund të dëgjosh diçka që ke dashur ta dëgjosh prej kohësh, ose të marrësh një shenjë që të bën të kuptosh se nuk je në pritje kot. Edhe në dashuri, dita ka një energji më lozonjare dhe më të ngrohtë për ty mund të ketë flirt, afrim, ose një bisedë që hap derën për diçka më të bukur. Për binjakët, buzëqeshja e sotme lind nga një lëvizje e vogël që ndes menjëherë mendjen dhe zemrën. Luani. Për Luanin, dita e sotme sjell një surprizë që lidhet me vlerësimin, me vëmendjen dhe me ndjesinë se më në fund diçka po të kthehet në favor. Ti ke nevojë të ndjesh që ajo që jep shihet, dhe sot mund të marrësh pikërisht një shenjë të tillë. Dikush mund të vlerësoj, të thotë një fjalë të mirë, të jap një mundësi, ose thjesht të bëjë të kuptosh se prania jote ka peshë. Në jetën personale, mund të ndihesh më i lehtë, më i dukshëm dhe më i hapur ndaj diçkaje të bukur. Nëse ke kaluar disa ditë me pak lodhje emocionale, sot mund të ndjesh një kthim drite. Për Luanin, buzëqeshja vjen kur jeta i kujton sa i fortë është magnetizmi i tij. Dhe dita e sotme mund ta bëjë pikërisht këtë. Peshorja. Për Peshoren, surpriza e sotme ka aromë qetësie, harmonie dhe një gëzimi që vjen aty ku ti ke pasur më shumë nevojë për butësi. Mund të marrësh një lajm të mirë nga një person, një afrim, një sqarim ose një gest që të prek këndshëm. Ti je nga ato shenja që e ndjen bukurinë e ditës edhe në gjërat e vogla, dhe sot një detaj i vogël mund të mbush shumë më tepër nga sa mendoje. Në dashuri mund të ketë një moment të bukur, një mesazh që zbut distancën, ose një ndjesi që të bën të kuptosh se diçka po rrjedh më mirë. Në anën praktike mund të hapet një rrugë e vogël që të jep shpresë. Për Peshoren, buzëqeshja e sotme vjen nga fakti që zemra e ndjen kur universi po sillet më butë. Shigjetari. Për shigjetarin, dita e sotme sjell një surprizë që ka ritëm, lëvizje dhe një ndjesi të bukur lirie. Mund të ndryshojë një plan për mirë, mund të vijë një ide e papritur, një ftesë, një takim ose një lajm që të nxjerrë nga monotonia. Ti je shenjë që gjallërohesh kur dita të hap një dritare të re, dhe sot kjo dritare mund të shfaqet pa paralajmërim. Edhe në raportet personale, energjia është më e lehtë. Mund të ketë të qeshura, afrim ose thjesht një moment që të rikthen në humorin tënd më të mirë.
Për shigjetarin, buzëqeshja e sotme vjen kur jeta i kujton se rruga nuk është e mbyllur, por plot kthesa të bukura. Ujori. Për ujorin, surpriza e ditës mund të vijë në formën e një lajmi që të zgjon menjëherë mendjen dhe të bën të shohësh gjërat ndryshe. Ti je shenjë që e kupton shpejt kur energjia ndryshon, dhe sot mund të marrësh një sinjal që hap një rrugë, një mundësi ose një mendim të ri. Mund të shkruaj dikush, mund të ndodhë një rastësi e bukur, ose mund të vijë një ide që të bën të ndjesh se dita nuk është as pak e zakonshme. Në dashuri, dita mund të sjellë kthjellim ose afrim. Në planin praktik, mund të ndodhë një lëvizje që të jep optimizëm. Për ujorin, buzëqeshja e sotme vjen nga surpriza që e gjen pa e kërkuar. Peshqit. Për peshqit, dita e sotme ka një energji shumë të butë dhe të bukur, sidomos në anën emocionale. Mund të ndjesh një qetësi që të ka munguar, një lajm që të zbut zemrën, ose një shenjë që të bën të besosh sërish tek diçka e mirë. Ti je ndër shenjat që i ndjen fort gjërat e padukshme, dhe sot intuita jote mund të çojë drejt një momenti të bukur. Në dashuri, një person mund të japë më shumë ngrohtësi, më shumë sinqeritet, ose një shenjë që të gëzon pa e pritur. Edhe në jetën e përditshme, një gjë e vogël mund të bëhet arsye e madhe për të buzëqeshur. Për peshqit, surpriza e sotme nuk ka nevojë të jetë e madhe për të pasur efekt. Mjafton të vijë në momentin e duhur dhe ti e ndjen menjëherë. Këto ishin 7 shenjat e horoskopit që sot kanë më shumë gjasa të buzëqeshin nga një surprizë e papritur, nga një lajm i mirë, nga një afrim, ose nga një kthes e vogël që ua bën ditën më të bukur. Për Demin, gëzimi vjen nga siguria dhe një zhvillim konkret. Për Binjakët, nga mesazhi që lëviz gjithçka. Për Luanin, nga vlerësimi dhe drita që rikthehet. Për Peshoren, nga një qetësi e bukur e zemrës. Për Shigjetarin, nga lëvizja dhe ndryshimi i ëmbël. Për Ujorin, nga surpriza që hap mendjen. Për Peshqit, nga një butësi që vjen në kohën e duhur. Nëse shenja jote ishte sot këtu, merre këtë si një sinjal për ta jetuar ditën me më shumë besim, sepse disa gëzime vijnë pikërisht kur nuk i pret. Shkruaje në komente shenjën tënde të horoskopit dhe më thuaj nëse dita e sotme të solli një arsye për të buzëqeshur. Dhe mos harro të abonohesh në kanal, sepse videot e radhës do të sjellin të tjera parashikime të forta për të gjitha shenjat e zodiakut.